Ndonse deputetët në kuvend thuajse asnjëherë nuk din të bëhen bashk për të votuar ligjin në interes të qytetarëve. U bën bashk shumë lehtë kur bëhet fjalë për interesat, respektivisht për sigurinë e tyre në kuvend. Me propozim të kryetarit të kuvendit e me mbështetje të gjitha partive politike, në kuvend është propozuar që e gjithë zona përreth kuvendit të shpallet si zonë e sigurt. Megjithatë, kur erdhi koha për të votuar, nuk pati kushte sepse shumica e deputetëve nuk ishin prezent. E gjithë zona prapa kuvendit ku për momentin shfrytëzohet si parking, por edhe pjesa ku është parapartë ndërtohet një parking në kate, nga tani e tutje do të jetë zonë e sigurt e parlamentit, ku do të ndalohet çdo kryerje aktiviteteve ndërtimore, çdo manifestim, çdo tubim dhe çdo protestë e qytetarëve. Propozimi ligji parashikon edhe ndalesë të xhirimit me dron mbi zonën e sigurt në lartësi deri në 100 metra. Sipas deputetëve, qëllimi i këtij propozim ligji nuk është se ata nuk ndihen të sigurt, por sigurimi i parcelës ku ishte parapartë të ndërtohet garazh në kate, parcelë e cila ishte shitur për 330.000 euro në vitin 2013 nga qeveria e hershme e Nikola Gruevskit, garantojnë se qëllimi nuk është kufizohen protestat. Ne, apsolutno dene. Jo, absolutisht, sot nga të gjitha anët po e dëgjoj këtë, kufizohen vetëm këndet përfundimtare të kuvendit. E ajo është fillimi i bulevardit 11 tetori nga kjo anë. Nga ana tjetër, mos më kapni për fjale, deri te statistikat, deri te shtëpia e ARM-s. Në asnjë shtet normal nuk mundet të lejohet që në 2 metra e gjysmë afër kuvendit të keni pronar privat të një garazhi në kate, i cili do të ndërtohet afër objektit me rëndësi vitale dhe interes nacional. Pikërisht për këtë u ngrit iniciativa të veprohet menjëherë pas konstituimit të kuvendit. Siç thuhet në propozim ligj, qëllimi është që të mundësohet qasja e lirë të deputetëve apo personave të tjerë që marrin pjesë në punën e kuvendit, por edhe se do të sigurohen deputetët, objekti dhe hapësira rreth kuvendit. Qasja e lirë do të thotë se nëse ka protesta para kuvendit, deputetët të mund të hyjnë lirshëm në vendin e punës. Propozim ligji është dorëzuar me procedurë të shkurtuar.